As Kosova dhe as Serbia nuk do të nënshkruajnë një marrëveshje mbi veriun që do të minonte interesat e tyre, kështu thot analisti i çështjeve të Ballkanit James Hooper. Por ai shton se mund të gjendet një zgjidhje e cila do të kënaqte të dyja palët dhe do t'i hapte rrugën procesit integrimit Kosovës dhe Serbisë në Bashkimin Evropian. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, zoti Hooper gjithashtu vuri në dukje se Mitrovica e Veriut do të mbetet në sovranitetin e Prishtinës. Me zotin Hooper bisedoi kolegu Festim Gashi. Mr. Hooper, the talks between Kosovo and Serbia. Zoti Hooper, bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë kanë hyrë në një fazë të rëndësishme ku çështja kryesore është gjetja e një zgjidhjeje për Mitrovicën veriore. Beogradi po kërkon autonomi për serbët e asaj zone, kurse Prishtina po kërkon zbatimin e planit të Marti Ahtisarit. Sipas mendimit tuaj, cila është zgjidhja reale për këtë çështje? Well, first let me say congratulations to the people of Kosovo. Së pari me lejoni të uroj popullin e Kosovës me rastin e 5 vjetorit të pavarësisë. Pavarësisht nga diskutimet, kritikat që po ndodhin brenda Kosovës rreth negociatave, gjithmonë është e dobishme të shikohen gjërat nga një perspektivë tjetër. Kosova ka qenë e pavarur prej 5 vjetësh. Pavarësia e saj është pranuar nga pothuaj 100 vende dhe nga shumica dërmuese e vendeve evropiane. Nuk ka kërcënime ushtarake kundër Kosovës. Gjendja në kufijtë e saj është relativisht e qetë. Natyrisht ka patur incidente të cilat ne i kuptojmë. Nuk është gjë e keqe të analizohen përparimi që është bërë në këto 5 vite të fundit. Në fund të kësaj periudhe 5 vjeçare, kanë filluar këtë negociata. Mendoj se nuk është herët për këtë negociata. Unë kam shpresë se në fund të bisedimeve do të arrihet një marrëveshje. Nuk i di hollësitë e marrëveshjes për Mitrovicën dhe për veriun, por përpjekja për zgjidhjen e çështjes së veriut është bazë për zgjidhjen e shumë çështjeve të tjera, përfshirë vendosjen e marrëdhënieve të reja mes Serbisë dhe Kosovës, si dhe vendosjen e forcimin e marrëdhënieve të Kosovës dhe Serbisë me Bashkimin Evropian, institucionet perëndimore dhe Kombet e Bashkuara. Nga kjo pikpamje, bisedimet janë të mira. Është një qeveri e përgjithshme dhe efikase në Kosovë, e cila po zhvillon bisedime në emër të saj. Mendoj se kryeministri i Kosovës e ka bërë të qartë se ai është serioz në mbrojtjen e interesave të Kosovës në këto bisedime. Prandaj unë nuk mendoj se kryeministri do të nënshkruajë ndonjë marrëveshje që do të minonte interesat kosovare. As qeveria serbe nuk do të nënshkruajë marrëveshje që do të minonte interesat serbe. Por unë mendoj se ata po përpiqen të gjejnë fushat e interesit të përbashkët. Ka shumë çështje në veri për të cilat mund të gjendet një zgjidhje që do të kënaqte të dyja palët. Ato mund të mos jenë zgjidhje të preferuara për secilën palë, por mund të jenë të pranueshme për të dyja palët. Unë mendoj se ata do të arrijnë këtë në lidhje me Mitrovicën dhe veriun në përgjithësi. Now, exactly regarding the North and regarding Mitrovica. Pikërisht në lidhje me veriun dhe Mitrovicën, opozita në Kosovë është e shqetësuar se pjesë e dialogut është krijimi i një asociacioni komunash serbe me pushtet ekzekutiv që mund të shihet si një hap drejt një autonomie territoriale. Si përgjigjeni këtyre shqetësimeve? A janë këto shqetësime legjitime? Legitimate concerns? Well, I think it's good that there is an opposition in Kosovo. Mendoj se është një gjë e mirë që ka një opozitë në Kosovë. Kjo tregon se ajo është një demokraci serioze, se qeveria nuk po përpiqet ta shtypë opozitën dhe se ajo ka të drejtë të shprehë mendimin e saj. Nuk e di se çka përfshihet në këtë lidhje të komunave, por nëse bëhet fjalë për një situatë në të cilën komunat kanë autoritet për trajtimin e çështjeve lokale, gjë që është parashikuar deri në një farmasë në planin e Ahtisarit, është më mirë të ketë këshilltar të zgjedhur në veri që luajnë këtë rol në administrimin lokal, sesa ekzistenca e institucioneve paralele, një rrjet që operon në hije dhe që përgjigjet organizatave të sigurisë në Beograd. Mendoj se duhet të shkohet në këtë drejtim. Është më mirë të kesh një asociacion të tillë komunash me autoritet të qartë për fusha të përcaktuara, mirë se sa institucionet paralele. Mendoj se Prishtina do të vazhdojë të ketë sovranitetin në veri. Nuk kam parë asgjë që tregon se kryeministri është i gatshëm të dorëzojë sovranitetin e Kosovës në veri të lumit Ibër. Unë nuk jam aq i shqetësuar në lidhje me këtë. Nëse mund të zhvendoset pushteti në veri nga institucionet paralele në një numër këshillash komunale të zgjedhura, mendoj se do ishte një hap i madh përpara për njerëzit në veri, për Kosovën në përgjithësi dhe për Serbinë. Prandaj unë mendoj se është e mundur që të ketë një zgjidhje të pranueshme nga të dyja palët në këtë rast. There can be a win-win solution in this case. Mr. Hooper, upon the conclusion of
Zoti Hooper, pas mbarimit të bisedimeve, Serbia pret marrjen e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Po Kosova çfarë mund të përfitojë nga ky dialog? I think if there is an agreement, Mendoj se nëse arrihet një marrëveshje, siç e thatë, Serbia do të marrë datën për fillimin e negociatave për antarësim në BE. Nuk mendoj se Beogradi do të nënshkruante një marrëveshje nëse nuk do të merrte datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Unë besoj se në rast të arritjes së një marrëveshje, Kosova do të përmirësojë statusin e saj kundrejt Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian do t'i ofrojë Kosovës marrëdhënie më të përparuara. Është në interes të Bashkimit Evropian që të sigurohen që kosovarët të kenë një nxitje për të bërë një vend më evropian. Edhe Serbia do që të bëhet pjesë e Evropës. Kosova dëshiron të bëhet pjesë e Evropës. Mendoj se Evropa do t'i përgjigjet kësaj dhe kam besimin se do ta çojë përpara procesin e integrimit për Kosovën. they will move the process forward for Kosovo. I'm pretty confident of that. Mr. Hooper.